Thirrjen e përbashkët të cilët si duket sot ju shkojnë në vesh të shordhur. Kjo është krim, edhe krimi duhet më nalë në rrugë. Jo me 5 minuta proteste, këta nuk e njojnë a gjuhë. Këta pi rrugë e nërë dhe me rrugë kanë me shku. Dashtën qytetarë, le ta fillojmë këtë protest fillimisht me thirrjen me cilën kemi nisë me datën 5 prill. Thirrjen e përbashkët të cilët si duket sot ju shkojnë në vesh të shordhur zyrtarëve të zërejës. Thirrja e qytetarëve të Republikës Kosovës le dëgjohet fillimisht nga ky shesh, nga sheshi Zahir Pajaziti, dhe ajo thirrje është asnjë cent më shumë, 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 asnjë cent më shumë. Në mënyrë arbitrare, në mënyrë jo legjitime, në mënyrë të njëanshme, bordi skandaloz i zyrës së rregullatorit për energji vendosi në emrin e qytetarëve të Republikës Kosovës pa i pyetur dhe pa i marrë konsiderat komentet e tyre. Ata sot nuk e përfaqësojnë dhe nuk janë atje për ta rregulluar aspektin energjetik në Kosovë, por janë atje për ta dëmtuar edhe më tutje standardin e qytetarëve të kësaj republike. Nuk e bankomat! Nuk e bankomat! Nuk e bankomat! Asnjë më shumë! Asnjë më shumë! Arsyeja e tyne është qesharake, edhe një mashtrim i radhës. Thojnë gjoja po investojmë dhe po shpenzojmë. Të dashur qytetarë, ne jemi 700.000, rreth 700.000 konsumator. Tarifa fikse e kecit është për investime. Prandaj 700.000 konsumator paguajnë mesatarisht nga 2,5 për tarifën fikse që i bjen në muaj 1.750.000 euro e në vit 21 milion euro. Cilat janë investimet e mëdha të kecit, do të na i tregon këtu. Krejt votën a prekë, dhe kjo çka të ndodh, kjo është krim. Edhe krimi duhet më nalë në rrugë. Jo me 5 minuta proteste, këta nuk e njojnë a gjuhë. Këta pi rrugë e nërë dhe me rrugë kanë me shku. Nuk e njojnë a gjuhë. Nuk e njojnë. Këto janë institucionet e tona. Institucionet e tona që jetu nga plaçki xhepat, apo? Prandaj jem këtu. Jo, duhet më nalë, na duhet më nalë. Po u kund vendos më nalë, na ata s'kan më nalë. Protestën tjetër deri sa t'i nalim. Këtu jemi edhe nuk kemi mund dalë. Mirë, po këtë vend ka pa bullëdhun. Na nuk jadhun, këta e përfaqësues të tonë. Na i kena përçu. Na nalë më nuk i lojnë. Kena minal. Na i nalë. Patjetër. Shumë mirë. Shumë mirë. Kena minal. Edhe faleminderit që je, po veç ka dalë kantori. Kena minal gjitha. Unë jam në stand-up para një audit i qitë stand-up për qitë popull. Unë jam punëtori e të Kosovës. E këmë quë në këtë Kosovët të nëndën që mësë më bo as elektro Serbi, as elektro Turki, po më bo elektro Dardani. Popli donë vedisim dërgjëtsim. Donë demonstratat regullta, dedjet e të ndryshimi, vedisimin, dërgjëtsimi. Më shqetësu se për një qytetarë sepse pagat janë shumë të ulta, nuk di që këna një dale. Se me shëritimin e kësaj në 15% rrimës ka më shëritu edhe produkte tjera dhe më basë janë produkte shqimore e gjitha. Unë si familjar jam shumë i shëritu këtë pjesë. Qysh më mund jemi ju dalë bol rritës të shmimit edhe këtu dit faktura që kanë orë shumë shtrajt? Bukur shtirë. Mu ka orë 7 herë më ka orë. A keni mujtë të shmija dalë? Me një pak do më thonë që e kam unë është realisht nuk ki shansë vetën në majt, ja më slasëm familjarë ose që i kemi. Unë kam 4 antarja në familjes, por duke problem. Pra ta e ndonë me protestu, po si shpo që jetë këtu, veç kanë morë vendim.